Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lejnë Allah të zëvëgjel, tema e sontit titullohet mëkatet që e bën njeriun të bjerë nga sirati në zjarr. Ne folëm për urën e siratit, e sqaruam çka kupton sirat, për shkrimin e siratit, edhe thamë që ura e siratit është urë e hollë, ma e hollë se sa qimja e flokëve dhe ma në prej se sa tehu i shpatës. Po ashtu thamë që është e errët, errësira është ma e zezë se sa katroni. Dhe thamë që ka vepra të cilat ndikojnë që besimtarit t'i hapen dyjet, ose më mirë themi t'i bëhet dritë edhe t'kalojnë për urën e siratit. Dhe po ashtu ka vepra të cilat i ndihmojnë atij që ta kalojë sa më shpejt. Por e përmendëm edhe thamë që ka prej tyre disa të cilat do të bien, për shkak se anësh, ka çengela, ka gonxha, ka gjemba të cilat e shpojnë, e gërvishin, e gjakosin besimtarin i cili e kalon urën e siratit. Po e përmendi besimtarin për shkak se jo besimtarët realisht nuk kanë mundësi për me kalu. Ata bien në zjarr para se shtrohet ura e siratit. Pasi që të bien në zjarr, shtrohet ura e siratit, kalojnë besimtarët dhe hipokritët. Por hipokritët nuk ka mundësi që të kalojnë deri në fund. Ata kalojnë deri në atë vend sa ka mundësi që të kalohet shkaku i dritës që e kanë. Drita e tyre nuk ka shumë, është pak, shkaku i hipokrizisë dhe veprave që i kanë pas, sepse ata kanë shfaqur islam, kanë fsheh kufër, veprat e tyre janë pak. Mirë po ka prej tyre, jashta hipokritëve, që s'ka mundësi me kalu urën e siratit. Ata kanë qenë namazli, që kanë agjuru, kanë kry haç, kanë bë veprat mira, po megjithatë ata do bien. Shkaku i rënjes së tyre ka mundësi me qenë mos pranimi i veprave të tyre, shkaku se nuk kanë pas sinqeritet në ato vepra. Kanë bë vepra dukshme, po megjithatë nuk ka pas sinqeritet në to. E sinqeriteti është ai i cili e ndihmon besimtarin ta kalojë urën e siratit. Jo sinqeriteti ose pa sinqeriteti është shkak që vepra mos i pranohet edhe besimtarit bie. Bie në xhenem, por kjo nuk do të thotë që do të qetë përgjithmonë. Do jetë derisa Allahu xhel dëshiron ta ndëshkojë sipas veprës që ka punu, e pastaj e nxjerr edhe fut xhenetin e Allahut. Ka prej atyre që bien shkaku se nuk janë pendu me pendim sinqert. Ka bën një gjuna, nuk ka shpendu, ose pendimi i tij është refuzu. Këta persona që bien, kanë qenë mesin atyre që falen, që agjërojnë, që kryjnë haç, bëjnë vepra të mira, e kjo besimtarin e bën për me u friksu se cilat janë ato vepra të cilat realisht e bëjnë që të bie nga ura e siratit. Nuk ka transmetim. Me sa e di dhe me sa kam lexuar, aq e kam përmendur ulemat se përmendet diçka që një vepër e caktuar që e hedh prej urës siratit në zjarr. Argumentet që janë përgjithshme që personi do hyjë në zjarr. Ai i cili hyn në zjarr patjetër gjatë urës siratit e ka që të bie në zjarr, për shkak se sirati realisht është urë e cila është e vendosur mbi urën e siratit. Ura e siratit, përshkrimi i saj është i trishtueshëm. E kemi përmend ligjëratën e kaluar dhe gjithë pejgamberët e Allahut nuk kanë diçka tjetër përveç se fjalën Allahumma sallim, Allahumma sallim, o Zot shpëtim, o Zot shpëtim. E ata të cilët do të kalojnë pasi që do të bien, normalisht ata që nisën për me kalu dhe s'ka mundësi për me kalu dhe bien, do jenë xhenem. Mirë po për ta do të dërmjetësojnë si shkon transmetime besimtarë dhe kanë për me thonë o Zot. Ata kanë agjëru, janë falë, kanë qenë haç bashkë me neve, do thotë kanë qenë prej besimtarëve, e Allahu xhel pastaj u jep leje atyre që të ndërmjetësojnë, edhe do nxirren me lejen e Allahut nga zjarri i xhenimit. Këto fjalë që i përmendin besimtarët, se këta persona kanë qenë me ne bashkë, e kemi pas me neve në saf, edhe bashkë kemi agjëruar dhe bashkë e kemi kryer haxhin. Kjo kallzon se ata kanë qenë besimtarë, po megjithatë kanë rënë në xhenem. E rënja e tyre në xhenem kallzon do thotë që askush nuk e ka të garantuar xhenetin. Ai i cili kalon urën e siratit,
atëherë mund të ndjej veten e tij sigurt, për ndryshe deri atëherë është problem se ku do jetë përfundimi i tij. A do të jetë xheneti apo do të jetë xhenimi? Pavarësisht asaj se edhe xhenimi me qenë pak pas xhenem. Para mendoj ti pak zjarmi xhenim, zjarmi dunjos me prek. Dunjo, zjarmi dunjos është thjesht një pjesë prej 60 e ca pjesëve zjarmit xhenimit. Para mendoj sa e ka fuqinë edhe sa ka mundësi me djeg. E askush besoj që nuk e dëshiron që ta djegë asgjë edhe ta prekë trupin e tij. E Allah zotë na mundsoft që ta kaloj murën e siratit pa mos na prek fare asnjë gac prej gacave xhenimit. Realisht çka e bën besimtarin që të bie nga ura e siratit? Janë 3 faktorë. Faktori i parë, arsyeja e parë, shkaku i parë janë epshet e dyshimet. Nëse personi i ka ndjek epshet që njihen si epshet e ndaluara, ky person zakonisht ka rënë nëpër gjuna. O ka rënë do thotë immoralitet, o ka rënë në kamot, o ka rënë në një dyshim prej dyshimeve, një vepër e cila ka të bëjë me epshit edhe ka të bëjë do thotë me dyshimet. Pejgamberi sa me një ditë thotë, ajo që më shumë ti kam frikë për juve. Janë epshet shkatruese të barkut edhe të organit. E normalisht epshet shkatruese të barkut edhe të organit kush janë? Ushqimi, pija e tepërt, ngrënia haram edhe po ashtu afrimi me moralitetit. Dhe po ashtu pejgamberi sa tha, ndjekja do thotë e dyshimeve. Ato dyshime që njeriu ka mundësi t'i ndjekë edhe të ndikojnë te imani i tij, te besimi i tij edhe te përqendrimi i tij në fenë e Allahut azza wa jall. El-Qadi Abu Bekr al-Arabi kur fol për hadithin e pejgamberit se xhenimi është i rrethakuar me epshe, thotë që ato çengela që janë përmend hadith, që do qenë anësh urës siratit. Realisht janë epshe. Epshet që njeriu i ka përjetuar në dunjë. Nëse njeriu i ka përjetuar në dunjë në haram, çato çengela, çato epshet e tij do ta prekin atë, do ta gërvishin edhe do të marrin primish i tij. Edhe do të gjakosët sipas epsheve të tij që i ka pas në dunjë. E çato çengela thotë janë çato epshe. Realisht janë çato epshe që janë përmend hadith që xhenemi është i rrethakuar, është i rrethakuar do thotë me epshe. Qëllimi i rrethakuar me epshe është do thotë që epshet bien sebeb që ai tyjen xhenemin e Allahut azza wa jall. Ibn Rejepi thotë rahimullah, thotë imani edhe vepra e mirë janë rruga e drejtë që besimtari e ka në dunjë. Nëse ai e ndjek këtë rrugë edhe nuk devijon nga kjo rrugë, përqendrohet, beson edhe punon me lejen e Allahut kjo rrugë e tij e cila është në dunjë, do jetë sebeb që ta hecë edhe rrugën e tij në ahiret. Nëse je përqendruar në dunjë, këtë rrugën e dunjos që Allah e kërkon, dhe ti kërkon që Allah ta shtojë atë udhëzim, edhe në ahiret me lejen e Allahut do e kalosh. Nëse ti këtu biesh në epshe, edhe devijon nga kjo rrugë e drejtë, atëre ke për me deviju edhe nurën e siratit. Për shkak se këta persona që kanë deviju në dunjë dhe i kanë prek epshet e dunjos, patjetër do preken nga çengelat edhe nga ganxhat, edhe rreziku i tyre është për me ra me lejen e Allahut edhe në xhenem. E kjo tregon se sa e rrezikshme është çështja e epsheve në haram dhe po ashtu çështja e dyshimeve që njeriu ka mundësi shumë lehtë për me ra në to. Sahal ibn Abdullah et-Tasturi rahimullah thoshte, kujt i ngushtohet ura e siratit në dunjë, atij do t'i zgjerohet në ahiret. Kurse kujt i zgjerohet në dunjë, atij do t'i ngushtohet në ahiret. Do thot, për me sqaru më qartë, çfarë ka dashur me thonë ky dietar. Ky dietar ka dashur me thonë kur besimtari i ngushton vetes në dunjë çështjet e epsheve, edhe nuk shkon pas tyre. Për shkak se epshet janë shumë, edhe ti kur e di se një pjesë e tyre është ndaluar, edhe ja ngushton vetes, atëre me lejen e Allahut ti kur e ngushton në dunjë, në ahiret do të hapet ura e siratit për ty. Ajo është e hollë, është e mpret, po megjithatë për ty do të jetë sikurse me qenë një urë e gjerë që ka mundësi shumë me lehtësi me kalu. Kurse nëse ti e zgjeron në dunjë, shkaku i epsheve dhe shkon pas tyre, dhe jepesh pas tyre, në ahiret do jetë më ngushtë edhe shumë është problem
që të kalohet ajo urë. Ibn Taymija rahimahullah thoshte, nëse zjarmi i xhenemit është i rrethakuar me efshe, patjetër e ka njeriu që të hyjë në xhenem vetëm me to. S'ka mundësi ndryshe. Dhe pasi që xheneti është i rrethakuar me vështirësi, patjetër njeriu duhet që të përjetojë vështirësitë që të hyjë në xhenetin e Allahut. Vështirësitë cilat janë? Sprovat, fatkeqësitë, belat, po dhe ibadeti vetiu nuk është i lehtë, është i rëndë, namazi është i rëndë, zeqati është i rëndë, haxhi është i rëndë, agjerimi është i rëndë, kërkon sabër, kërkon durim, kërkon kamgullje, ka vështirësi. E përjetimi i këtyre vështirësive shkak që njeriu të hyjë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Kjo është e para. E dyta prej arsyeve është mos pendimi nga gjunat e mëdha. Normalisht sipas besimit të Ehli Sunnetit gjunat ndodhin. Gjunahet mëdha dhe gjunahet vogla. Gjunahet e mëdha janë ato gjunahet të cilat besimtari realisht e shkatrojnë. Kurse gjunahet e vogla janë ato gjunahet të cilat njeriu i vepron për ditëshmëri. Problemi ku qëndron? Se te gjunahet e vogla ka mundësi që të shlyhen malet. Namazi, abdesi, agjerimi e disa vepra tjera janë shkak që ato gjunahet shlyhen. Ashtu siç ka ndodhur në shumë hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një prej haditheve pejgamberi ka përmend namazet 5 kohrat. Pastaj xhumoja deri në xhumo. Ramazani deri në Ramazan janë shlyese të gjunoheve nëse njeriu i largohet gjunave të mëdha. Shlyese nuk kupton gjunave të vogla. Po ashtu do thot shumë hadithe tjera, sigurisht siç ka ardhur sa me Ramazani iman e ihtisab gufira lehu ma taqaddam min dhanbi kush agjeron muajin e Ramazanit me bindje dhe me shpresë shpërblimin e Allahut do i falen gjunat. Qëllimi është gjunat e vogla, nuk është qëllimi gjunat e mëdha. Mirë po ka disa prej dietarëve kanë thonë që besimtarit i falen gjunat e mëdha edhe me namaz. Për shkak se pejgamberi sa me ka thonë, sikur ju ta keni një lumë që kalon pranë portës suaj, edhe ju laheni 5 herë në ditë, a do mbetet lumë në trupin tuaj? Kanë thonë, ja Rasulullah, nuk mbetet kurrë. Pejgamberi sa ka thonë, kështu është edhe me namazin, 5 kohrat e namazit, kështu i falin gjunat. Por realisht e më saktë është se për gjunat e mëdha kërkohet pendim i veçantë. Nëse ke bën një gjunat të madh, prej teje kërkohet pendim i veçantë, me thonë se o Zot, unë e kam bërë këtë gjuna, kërkoj falje për atë, në gjenë këtë qardhje, edhe i largosh gjunat, edhe më nuk kam gull që ta bash atë gjuna. Kurse gjunat e vogla shlyhen me lenin Allahut, me namaz, me abdes, me hapat që i bën për xhami e kështu me radhë. Problemi ku qëndron te gjunat e mëdha? Se këtu është rreziku më i madh që njeriu të bie nga ura e siratit. Shkaku i gjunave të mëdha. Gjunat të cilat janë shkatruese që realisht besimtarit i rrezikojnë xhenetin e tij. Unë do t'i përmendi disa për tyre me lenin Allahut, se ka shumë. Thjesht veç sa për kujtim për shkak se e di që i dini. Që me pas një lloj kujtimi shpeshherë me kujtu, për shkak se realisht rikujtimi i bën dobi besimtarit. Se cila nga ato vepra mund që të bie shkak që ndonjëri prej neve mos ta kalojë urën e siratit, për shkak se është rrezik. E para prej tyre është syefasia. Syefasia është rreziku më i madh që e rrezikon besimtarit zemrën. Ka mundësi njeriu ta bëjë një vepër që në sytë e njerëzve është e sinqert, por realisht brendësia e tij është e kalbër. Ka syefasi, kjo vepër nuk është e pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Argument më të mirë e kemi rastin ku e përmend Ebu Hurajra, hadithin e mirënjohur me cilin do kallet ose do dhezet zjarmi i xhenemit fillimisht. I pari do jetë personi i cili ka luftuar në rrugt të Allahut azza wa jall. Dhe Allahu e thret ditën e Kiametit del për me dhënë llogari. Dhe ky person kur del për me dhënë llogari, Allahu e pyet se çka ke vepruar, thot kam luftuar për ty o Zot. Allahu thot gënjeve, se nuk ke luftuar për mua, po ti ke luftuar që njerëzit thonë luftar, që të kesh ndonjë interes prej asaj vepre që e ke punu, njerëzit ta përmendin emrin tan, thjesht nuk ka qenë për Allahun azza wa jall. Edhe jep urdhër Allahu që të hidhet në xhenem. I dyti që vjen është një person i cili e ka mësuar librin e Allahut, e ka shpjeguar librin e Allahut, do thot dietar, edhe ka lexuar Kur'an. Ky person kur vjen për Allahut, Allah e merr përpara dhe ja prezanton dhuntin, begatin, ai e njeh, edhe nuk ka mundësi ta pohojë. Allah e pyet pse? Çka ke punu? Thot o Zot, e kam punu
këtë punë për ty, që ta përhapi fenë tënde, ta lexoj emrin tënd e kështu me radhë. Allah thotë, gënjeve, për shkak se ti ke punu që njerëzit thonë dietar, edhe njerëzit po ashtu thonë që ti e lexues, edhe e marrin e hedhin në xhenem. I treti dohet një person i cili Allah i ka dhënë mirësi shumë, pasurinë e ka shpërndar, po jo për Allah. E ka shpërndar që njerëzit i thonë bujar, ti thonë fisnik. E Allah ja prezanton adunti e njeh, në fund Allah i tregon atij se vepra jote nuk ka qenë për Allahun, po ka qenë thjesht njerëzit thonë që filani po jep, dhe filani njihet që është bujar e fisnik e kështu me radhë, hedhet në xhenem. E Burera kur e transmetonte këtë hadith, i binte të fikt. Fillonte nuk kishte mundësi ta përfundojë, derisa kthehej dhe pastaj sërish fillonte. Hadith trishtues, kërcënues, paralajmërues për secilin prej neve se vepra e tij duhet me qenë vepër e plot e sinqert veç për Allahun azza wa jall. E kjo është një prej arsyeve sepse njerëzit do bin nga ura e siratit, sepse realisht vepra e tij e mirë pritet që t'i japë fuqi në shpejtësi dhe poshtu t'i japë dritë. Ai as nuk ka fuqi, as nuk do ketë dritë sepse realisht s'ka pas sinqeritet në veprën e tij. Kjo është arsyeja sepse ata do të binë poshtu pejgamberi sa semina ditë çetër tha se kush merr dije që të krenohet para ulemave dhe të diskutoje me ignorantët dhe njerëzit ta shikojnë atë kur të kaloje dhe ta përmendin emrin e tij, atëherë këtë person Allahu do ta fusë në xhenem. Qëllimi i tij marrjes dijes nuk ka qenë marrja e dijes për Allahun, ose ngriqja e ignorancës prej tij. Qëllimi i tij ka qenë që të krenohet para dietarëve dhe të mburret para tyre, se kinë se di dhe diskutoje, debatoje me të padijshëm, me ignorant që nuk kanë njohuri që tregohet para tyre se di diçka. Dhe njerëzit ta marrin, ta shikojnë dhe thonë se filani po vjen, ose filani po ulet, ose filani po kalon, ose filani di shumë. E ky person do të jetë xhenem, Allahu na rujt. Prej veprave tjera që njeriu e futin, do të thotë prej gjunave, e futin xhenem dhe bie nga ura e siratit, është të folurit me fjalë që e zemrojnë Allahun azza wa jall. Ka fjalë që e zemrojnë Allahun dhe ka fjalë që e kënaqin Allahun azza wa jall. Shpeshherë ndodh që njeriu nuk e di se çka flet. Nganjëherë thot një fjalë që e kënaq Allahun azza wa jall, e fiton xhenetin e Allahut. Nganjëherë ka mundësi me thonë një fjalë që e zemron Allahun, e meriton hidhrimin e Allahut dhe zjarmin e tij. Njeriu nuk është vetdije fare. Prandaj pejgamberi sa sem paralajmëri dhe tha që ka rob i cili fol me një fjalë e cila është fjalë e mirë që e kënaq Allahun, ai nuk është vetdije fare. Po kjo fjalë bie shkak që Allah azza wa jall t'i ngrisë gradat atij, do thotë që e fut xhenetin e tij. Dhe ka fjalë që i thotë robi nuk është në fare vetdije për të, e zemron Allah azza wa jall dhe për të Allah do ta hedhë në xhenem. Kur Muadh ibn Xhebeli ishte me pejgamberin sa sem në udhtim, e pyeti, thash, frizova rastin edhe mundsinë që më afër ti edhe ta pyes se çfarë çon xhenet dhe çfarë largon prej xhenemit. Prej gjithë asaj që ja tha pejgamberi sa sem, sa është hadithi i gjatë, në fund çfarë i tha? I tha Muadh ibn Xhebelit, tha se njeriu nuk hyn në xhenem vetëm për shkak të korrave të gjuhës së tij. Atë që e ban gjuha e tij, ajo do jetë shkak me lenin Allahut që ai të hyjë në xhenem. Andaj kujdes, për shkak se gjuha nuk ka asht. Mirë po është organi i cili më shumë ti vepron, edhe më është, do thot, fuqia e tij është interesante se shpejt punon krahas organeve tjera. Nuk përmbahet lehtë. Përmbajtja e gjuhës është e rëndë, mirë po i avlin. Pejgamberi më ka thonë men samata neja. Kush ka hesht, vetëm se ka shpëtuar. Gjuna tjetër që ndikon që njeriu të hyjë në xhenem është lëndimi i fqinjit. E Burera thot, erdhi një njeri te pejgamberi sa i tha ja Rasulullah, është një grua e cila njihet për adhurimin e saj. Adhuruese e fal namazin, agjeron, jep sadaka, mirë po e lëndon fqinjen e saj me gjuhë. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha, ajo është në xhenem. Namazi i saj, agjerimi i saj, haxhi i saj kanë qenë nafile, qëllimi është. Është njoft se bën ibadet shumë, jashtë farzit. Mirë po megjithatë, pejgamberi ka thonë është në xhenem. Po ashtu ka thonë pejgamberi, e kanë pyeti, kanë thonë njerëz, është një grua tjetër e cila nuk bën shumë ibadet nafile. Shikon, nuk bën shumë ibadet nafile. E kryen farzin.
Na file nuk bën shumë. As nuk agjeron shumë. Nuk ka shaka me dhonë sadaka veç pak. Mirë po, ajo sillet mirë me fqinjen e saj. Nuk e lëndon me gjuhë. Pa mesë sa më tha, kjo është në xhennet. Prandaj, gjuha ka qenë sebeb njëra ta fitojë xhennetin, e tjetra ta fitojë xhenimin, pavarësisht veprës. Nganjëherë kjo është një matematikë që besimtari duhet çdo herë me llogarit. Ban vepra nafile, po mirë, po ka vepra që ato nafile të prishin. Për shkak se e bën një gjunat që s'ta merr mendja fare. Andaj kujdes, nuk është një pyetje këtu sasia, është një pyetje kvaliteti. Nëse bën pak po bën kvalitet, e bën mirë, e bën sinqert, me lenë Allah shpreson diçka te Allahu. Ka mundësi me bën shumë, po megjithatë ka mundësi një gjuna me rase sebeb që të prishet gjithë ajo sasi edhe mos të mbetet asgjë. Rrezik i madh për secilin prej neve se ka mundësi ndonjëri prej neve ta bëjë këtë dhe në fund të bie nga ura e siratit, Allahu na ruaj. Po është vepër tjetër prej gjunave që është shkak që njeriu të hyjë në xhenem është mosdhënia e zakatit. Ka njerëz fatkeqësisht që nuk e japin zakatin. Shkaku i dashurisë madhe që e kanë për pasurinë, Allah thotë ve tuhibbun el male hubban jamma. Ju e doni pasurinë. Dhe dashuria është e madhe, nuk është e vogël. Po megjithatë, kur njeriu e jep pasurinë e tij, e jep një dashur për një më të dashur. E do pasurinë shumë, po për cilin e jep për Allahun që e do më shumëti. E atëherë nuk dhimbset. Atëherë nuk e ki problem për me nxjerr atë që e do. E kështu e jep, ka njerëz fatkeqësisht që nuk e japin. Edhe në këtë rast, ta persona që nuk e japin zakatin, këta do dënohen padyshim për shkak se zakati është shtyll, edhe është obligim që qetet. Ai i cili nuk e jep është gjunaqar, nuk del nga feja e Allahut. Nga feja e Allahut del vetëm nëse e mohon detyrshmërinë e zakatit. Mosdhënia e zakatit është gjuna për gjunave të mëdha, mirë po nuk e nxjerr njeriu nga feja e Allahut azza xal. Allahu kur i përshkroi tha walladhina yaknizuna dhahab wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim. Ata që deponojnë pasurinë e tyre, orin dhe argjentin, dhe nuk e japin rrugë të Allahut, përgëzoj ata me një dënim të dhëmshëm. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. A ditë kur do miret zakati tyre, ose do thot ajo pasuria e tyre, ari dhe argjenti, dhe do miret dhe do vendoset mbi zjarr. Edhe do ajo derisa të nxehet mirë, me te pastaj do miret personi që nuk e ka dhënë zakatin. Do i lyhet balli, do i lyhen ant edhe poshtu edhe shpina e tij. Pse pikërisht kështu? Thonë ulemat për shkak se ky person kur ka shku fukaraja për me kërku hakun e tij, që zakati realisht është hak i fukaros, ky person është mroll. Edhe ky person ja ka kthy shpinën atij. E pikërisht këto pjesë trupit tij do jenë ato të cilët do ndëshkohen. E Allah Azza wa Jall i thot atëherë, hadha ma kanastum li anfusikum. Kjo është ju që e deponuat për veten tuaj, fedhuku ma kuntum teknizun. Shijoni tash atë që ju e keni deponuar. Kjo tregon do thotë që dhënia e zakatit është obligim, edhe patjetër besimtari duhet me thonë mosdhënia është dënim ose gjuna, dhe ai cili nuk e jep ka mundësi që të bie shkak mosdhënia e zakatit që të bie nga ura e siratit. Po ashtu. Nga gjunat e tjera që njeriu ka mundësi të arrëzojnë nga ura e siratit për në xhenem, është vonimi i vazhdueshëm nga safi i parë namaz. Ky person realisht çdo herë vonohet nga safi i parë. Qëllimi i vonimit, këtu thon ulemat kur e kanë komentuar këtë hadith, kanë thonë qëllimi është ky person vonohet pa arsye. Dhe personi i cili realisht nuk ka arsye, arsyeja e tij është thjesht dunjoja, kjo tregon se ky person është dhënë mas dunjos, nuk ka pas interes për namaz. Ka pas mundësi me ardhë më falë, me qëndru safin e parë pas një problem. Po shkaku i angazhimeve të dunjos dhe dhënjes pas ti, ose dhënjes së ti pas dunjos, ka qenë shkaku që ky mos të vije me kohë. E vonimi i vazhdueshëm ku e ka qu? E ka qu në praktikën e namazit. Se njerë vonohet, 2 herë vonohet, 10 herë, 100 herë, dikur nuk e fal fare me xhamat, e pastaj dikur janë në shtëpi, kur i be imani, atëherë dikur edhe praktikë. Se kështu shkon zinxhir. E thot pejgamberi se vazhdon popull ose një njeri ose një popull ta vonojnë namazin e tyre, ose të vonohen realisht që mos shkojnë safin e parë,
derisa Allahu t'i vonoj ato në zjarr. Qëllimi është ata do diqen, do vonohen, do përjetojnë ndëshkimin e zjarmit me lejen e Allahut azza wa jall. Po ashtu, prej gjunave është pirja e alkoolit. Pejgamberi sa kur erdha një grup njerëzish ose erdhi një njeri prej Yemenit, e pyeti për një pije që e pinin ata në Yemen, se a lejohet për mu pija apo jo. Pejgamberi sa me pyeti, tha a de? Shikoni kriterin. A de? Nëse de, atëre llogaritet e ndalume. Nëse nuk de, jo. I tha po jo Rasul, a de? Nëse de, atëre çfarë i tha Pejgamberi sa se çdo gjë që de është ndaluar. Çdo gjë që de është ndaluar. Allahu tha, Allahu personin i cili dehet, Allahu azza wa jall e a ka po obligim vetës. Personi i cili dehet ose pi alkool, që t'i jope me pi nga tinetul khabar. Kështu ka në transmetim. I tha një Rasul, çka është kjo tinetul khabar? Pejgamberi sa tha, djersa e banorëve të xhenimit ose qelbi i tij që del nga plagët dhe trupi i tyre. Këtë e merr dhe pisin dëshkim. Me një hadith tjetër Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma thotë se Pejgamberi sa ka thonë kush pi alkool edhe dehet, namazi i tij nuk pranohet për 40 sabahe. 40 sabahe nuk i pranohet namazi i tij. Nëse vdes, hyn xhenem. Nëse pendohet, Allahu i pranon pendimin atij. Nëse kthehet sërish, edhe pi alkool, namazi i tij nuk pranohet për 40 ditë. Nëse vdes, hyn xhenem. Nëse pendohet, Allahu ja fal. Nëse kthehet, pi alkool edhe dehet, Allah nuk ja pranon sërish 40 ditë namazin. Nëse vdes, hyn xhenem. Nëse pendohet, Allahu ja fal. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Allahu zot 40 ditë nuk ja pranon namazin. Nuk është të qëllimi që ai duhet me braktis namazin, jo, shpërblim nuk ka. Obligohet me fal namazin dhe patjetër e ka. Kjo është e para. E dyta, hyrja në xhenem, nënkupton personin nëse ndron çat gjendje dhe nuk pendohet, do ndëshkohet në xhenem sipas gjunat që ka bë pastaj nxirret, për shkak se pirja e alkoolit nuk është prej veprave që e lët për gjithmonë në xhenem. Nëse pendohet, Allah ja fal. A ka mundësi mu kthi? Ka mundësi mu kthi, për shkak se është ves i keq. Pirja e alkoolit nuk është e lehtë. Ai cili e pi, dehja, i varur për alkoolit, nuk është lehtë për me braktis. Andaj nuk duhet njeriu për me kamgull, për shkak se njeriu nuk e ka lehtë me qenë i varur. Prej veseve, në veçanti alkooli, drogë, e kështu me radhë, nuk është e lehtë për me braktis. E çka tha Pejgamberi sa pastaj? Tha nëse ai kthehet, e ka hak Allahu që ati t'i jape me pi prej radgatil khabal, ditën e kiamit. Thënë jo, çka është kjo radgatil khabal? Pejgamberi sa tha qelbi i banorëve të xhenimit. Ky do të jetë dënimi i tij. Vepër tjetër, gjuna tjetër i cili e fut njeriu në xhenem është gënjeshtra mbi Pejgamberin sa. Pejgamberi sa tha kush gënjen mbi mua me qëllim le ta përgatis vendin e tij në zjarmin e xhenimit. Prandaj kujdes me fjalë që transmetohen në veçanti hadithet. Për shkak se nëse dikush e bën me qëllim, atëherë është rreziku shumë i madh që të përfshihet këtë hadith, padyshim. Po ashtu, pirja në enët e arit edhe argjentit. Islami normalisht ndalon që të pijet në ato enë që janë prej arit dhe prej argjentit. Pejgamberi sa tha, kush pi në enë prej arit dhe argjentit, ai ka vendosur në barkun e tij zjarmin e xhenimit. Ai ka vendosur në barkun e tij zjarmin e xhenimit. Se normalisht njeriu kur pi nga ato enë, s'ka dyshim që kjo aludon se personi ka pasuri. A lejohet me pasin? Lejohet, nuk ka problemi, por nuk lejohet pija. Edhe plus asaj jepet zekat për ato, për shkak se ka ari edhe ka argjent. Andaj, ai cili posedon, le ta di që duhet për me dhënë zekat, nuk lejohet për me pi në ato. Po ashtu prej veprave tjera është ngrënia e pasurisë jetimit. Ai cili ha pasurinë e jetimit e ka përgjegjësi. Dikush e ka kalon përgjegjësinë ose i ka mbet përgjegjësia atij për mu kujdes për një jetim,
Pasurin që e ka jetimi, se ka mundësi me pas pasuri jetimi, prindi e kalon të rëshëgimi, e dikush deri sa të rritet, deri sa të hyjnë moshën madhore, du të me ambishir atë pasuri, nëse ai nuk kujdeset për ta si duhet, e kesh përdor dënimi i tij do jetë i rënd. Nëse sillet mirë edhe përdor për të mirë, edhe kujdeset për të shpërblimi do të jetë i madh me len Allahu xhel. Allah thot innal ladhina yakuluna amwalal yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara. Ata që e han pasurinë e jetimit me padrejsi. Padyshim se ata në barqet e tyre fusin zjarr. Qëllimi fusin zjarr, ngrënia, pilja e tyre është zjarr nga zjarmi i xhenimit. Marrja e pasurisë së njerëzve duke u betuar rreshëm është gjëna tjetër. Njeriu betohet, e ka problem betimin. Nuk e kupton realisht se betimi në Allahun është shumë i madh. Shumë i madh. Kush betohet në Allahun do thotë është betu krijuesin. E njeriu nuk betohet në esencë. Edhe nuk preferohet betimi. Për shkak se betimet e shpeshta mund ta çojnë gjuna. Mund që të betohet atëherë kur kërkohet prej tij gjyq, ose kur kërkohet të rastet specifike se në esencë besimtari është i besueshëm. Edhe i besohet, s'ka nevojë mu betu. E personi i cili betohet shpesh, betohet në Allahun, dije që ka dyshime ose realisht ka mundësi me ra shumë lehtë gjuna. Prandaj tha pejgamberi sa kush ja merr hakun një muslimani, duke u betuar rrejshëm në Allahun azza wa xal, Allahu e ka bë obligim që këtë person ta futet në xhenem, edhe ja ka ndalu atij xhennetin. E i tha një Rasulullah. Edhe për diçka të thjesht, për diçka të lehtë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha edhe nëse është një dru misfak prej pemës misfakut. Pema misfakin e dini çka është? Është një dru që nxirret për një pemë që është pema misfakut. Prej asaj, edhe nëse e merr për çaq, edhe për çaq inshallah me Allahut, do jetë banori i xhenemit dhe do privohet nga xheneti. Paramendoni. Pse se është betu rrejshëm në Allahun, askush e ka detyru. Ama hiç kurkush vetë është betu. Pse se ka dosh me marr diçka prej vllavit musliman një hak, qoftë toka e tij, qoftë pasuria e tij, qoftë madi i tij, çka do prej tij. E betimi në Allahun rrejshëm është një prej gjunave të mëdha që njeriu e çon xhenem. Allahu na ruaj. Po ashtu. Mos ose braktisja e muslimonit ma tepër se tradit. Qëllimi është mos i fol muslimonit ma shumë se tradit. Pejgamberi sa ka thonë, nuk i takon muslimonit ta distancoje vëllahun e tij musliman ma shumë se tradit. E nëse e distancon ma shumë se tradit, edhe ndron një do hije në xhenem. Nëse distancon tradit ma shumë se tradit, ndron vdes në qatë gjendje do jetë në xhenem. Ulema thonë, pse ky person do jetë në xhenem? Për shkak se ky person e realisht e ka bojkotu pa pas nevojë. Nëse ka qenë prej çështjeve dunjos, nuk ka qenë çështja e edukimit. Ky person ka ndru jetë, nuk ka shpendu. Dhe ky person do jetë në xhenem sipas veprës që e ka punu derisa të pastrohet. Do thotë që është rrezik i madh. Andaj besimtari duhet me pas kujdes kur është në pyetje, do të thotë çështja e kontakteve. Po ashtu vepër tjetër? Është kërkimi ose lypja e parave ose tollave për njerëzve pa pas nevojë për me shtu pasurinë. Ka njerëz që kanë probleme, kanë smundje. Edhe ka pasuri, po megjithatë e shef që del kërkon, edhe lyp. Ky person nuk e bën për shkak nevojës, po ky person e bën shkaku se e ka smundje. Edhe zemra e tij është e smur, kërkon në vazhdimsi të shtojë pasuria. Pejgamberi sa paralajmëroi nga kjo dukuri dhe tha, kush kërkon prej njerëzve me qëllim që ta shtojë pasurinë e tij, pa pas nevojë. Tha, realisht kërkesa e tij do thotë thjesht është një gacë zjarri. Ajo që e kërkon është do thotë gacë zjarri, do thotë paralajmërim. Që ajo ti që e kërkon, realisht ti e të e kërku xhenemin. Zjarr ose gacë për gacëve zjarr me xhenemin, se ti s'ki nevojë për to. E tha pejgamberi se në kush do let paksoj, kush do let ashtoj. Tash varet për ti. Ai çka do?
Do me shtu, le ta shtu, do me mot, do me merë zjarë, do me pakson zjarë. Po ashtu, prej veprave qera është vrasja e njeriut. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall tha, mos ja drejtoje vëllait armën. Mos ja drejtoje vëllait armën. Nuk lejot as tika, as hekuri, as nga njerë me vetur, kur njeriu kinë se po do me lujt, të luj, të mashtroj, adin me kërë, ama mundet ta këton, mundet ta me shkel pas një problemi që. Mundet ta me vra, mundet ta me therë. Për shkak se njeriu nuk e di se çka do ndodhe, ka mundësi. Për një moment, shejtani luan me te, ose do thot e prek dora e tij, armën edhe e mbyt. Prandaj tha besem, nuk ja drejton vëllait armën, sepse nuk e di, mbase shejtani mund t'i shtyje dorën për ta goditur atë. Nuk e di. Ka mundësi shejtani shumë let për me bën një gjë të tillë. Andaj kujdes. Këto ishin disa prej veprave që llogaritën gjunohet mëdha. Dhe nëse njeriu nuk pendohet nga këto, ka mundësi me qenë sebeb që njeriu të bie nga ura e siratit në zjarr. Arsyeja e tretë, faktori i tretë, sepse njeriu do thot shkon në xhenem ose bie nga ura e siratit, është përbuzja e gjunoheve të vogla. Gjunohet e vogla janë çato gjunohe që përmendat që namazi, agjërimi, abdesi e shumë vepra tjera të mira i shlyen. Problemi është përbuzja në vlerësimi i tyre. Nëse njeriu i përbuz i nënvlerëson, ato rriten grumbullon. Gurja si guralec e bën një kodër, e bën një mal. Kështu janë edhe gjunohet e vogla. Nëse njeriu i përbuz, atëherë padyshim se ato rriten. Prandaj pamëse më tha, siç transmeton Abdullah Mesudi, tha iyakum, kujdes nga gjunohet e vogla, sepse ato kur bashkohen te një njeri e shkatrojnë atë. Kur bashkohen te një njeri, rriten, bën mëdha, se nuk ka mundësi njeriu të bien gjunat më njerë, pa mos i pas paraprit disa vepra qera që llogaritjen më të vogla se ajo. Kur i ban ato, atëherë vijnë do thot edhe gjunat e mëdha. E i tha Aishës pejgamberit, oj Aishë, kujdes nga gjunat e vogla, sepse Allahu edhe për to merr llogari. Allahu edhe për to s'ka dyshim që do të marrë llogari. Njeriu i cili mendon që gjunat e vogla janë të lehta gabon, për shkak se realisht momentin që ti e nënvlerëson, te Allahu rritet ai gjuna. Kur robi gjunahun e vogël e shef të madh, te Allahu ai gjuna është i vogël. Kur robi gjunahun e shef të vogël, te Allahu është i madh. Prandaj thoshin, mos e shiko se sa i vogël është gjunahu, po shiko se kujt po i bën gjuna. Sepse kur e di që kujt po i bën gjuna, atëherë e di se çfarë gjunahu ke bërë edhe sa i madh që është ai gjuna. Andaj nënvlerësimi i gjunave edhe përbuzja e tyre është një prej shkaqeve që njeriu e lëkund edhe ndoshta e bën ose ndoshta bëhet arsye shkak që ditën e Kiametit të rrashqase nga ura e siratit. Këto ishin disa nga faktorët dhe gjunat që janë esenca, themeli i atyre se pse bihen nga ura e siratit dhe s'kan mundësi për me kalu urën e siratit. Për me kalu urën e siratit duhet vepra të mira. Duhet punë e mirë, edhe duhet sinqeritet. Kush ka vepra të mira me vete ka bagazh. Edhe përsa i përket shpejtësisë, po edhe përsa i përket nurit. Unë e thash që ato dyja janë njëra me tjetrën lidhen. Për shkak se lidhja mes tyre është e tillë që kush ka shpejtësi ka edhe dritë. Kush ka dritë ka shpejtësi, sikur se ti kur e ke veturën. Edhe je nis dikundi, dritat nëse nuk të punojnë, vetëm me mri për 1 orë, ti mrin për 2 orë. Ai i cili e ka veturën dhe dritat e tij ka të mira, arrin për 1 orë. Kështu është edhe personi i cili është mbi urën e siratit. Nëse drita e tij është pak, ngadalsohet ecja e tij në urën e siratit. Her bie, her rrëzohet, her mbahet, her digjet, her e prekin çengelat, her gjembat, mirë po me gjithat kalon po me vonesë. Mirë po, hec, rri edhe qëndron mbi urën e siratit ku poshtë e ke xhenemin. Para mendoj të tash se sa e rënd është ajo pamje dhe ai përjetim. E prandaj prej neve kërkohet që ne t'jemi ata që në vazhdimsi mundohemi t'jemi që e kalojmë urën e siratit sa më shpejt, edhe me dritë shumë, sa kodra, po edhe më shumë se sa kodra.
e mos jemi për atyre të cilat kemi frikë se ndoshta do bim, sepse gjunat i kemi vete si barë, po e lusë Allahun që Allah të na fale gjitha gjunat e tona dhe lusë Allahun që të na mundësojë sa ma le të kalojmë murën e siratit, na pe dritë më të madhe se sa kotat edhe shpejtësi më e shpejtë se sa që shpejtësia e vetimës, e lusë Allahun që të na bëjë prej banorëve të xhenetit, neve familjarëve tanë, prindërit tanë, fëmijët tanë, wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.